محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhallahu ala në Kur'an e ka përmendur se jeta në këtë botë nuk është e lehtë. I ka sprovat e saj, i ka ngarkesat, vështirësitë, problemet e ndryshme që kërkohet nga njeriu në çdo situatë të jetë i gatshëm për të reaguar si duhet. Për këtë arsye edhe Allahu ka dërguar pejgamber që praktikisht të na dëshmojnë si duhet të reaguar nga njëra anë dhe për të na mësuar dhe gjithashtu dëshmuar se reagimi i matur, i duhur, i pjekur është i mundshëm. Pejgamber kanë qenë njerëz, prandaj edhe ata janë ballavaçuar me sprova dhe sfida dhe pasimi i tyre është i mundshëm, nga sa Allahu xhallahu ala nuk ka bërë me aftësi të jashtëzakonshme, por kanë mbetur njerëz në kufit e njerëzorës që të jenë shembull dhe të jenë model për neve. Edhe ne në jetën e sotshme të ndërozur ballavaçohemi edhe si shoqëri, familje, individ, me kriza të ndryshme. Disa janë kolektive të përbashkëta, e disa janë të ndara ku dikush i ka disa sprova, dikush i ka të tjera, e që padyshim kjo nuk është diçka e panatyrshme. As nuk kemi të veçantë në këtë që po na ndodh, nga se gjithmonë njerëz janë ballavaçuar sikur që e përmenda me sprova e sfida të ndryshme. Padyshim edhe problemet e caktuara po e tensionojnë në mas të madhe jetën e njerëzve, qoftë problemet e aspekteve ekonomike, familjare, madje dhe politike kështu me radhë, kanë bërë që njerëzit ta kenë të mjegulluar pamjen për jetën, për të ardhmen, të ngarkuar të përditshmen, e që ka krijuar një gjendje fatkeqësisht jo të mirë tek njerëzit. Të ndërozur, kjo gjendje apo këto sprova në këtë dunja, nëse njeriu nuk din me i menaxhu ç'është duhet, nëse nuk i ka udhëzimet e duhura për t'i menaxhuar si duhet, nuk është i gatshëm për t'i menaxhuar si duhet, ato shumë shpejt dhe shumë lehtë shndrohen në stres, nervozizëm, ngarkesë, madje edhe mosdurim ndaj të tjerëve. E fatkeqësisht kohëve të fundit ne po shohim që në popullin ton tek njerëzit, në fusha të ndryshme është shfaq një lloj mosdurimi shqetësues, madje edhe alarmues, se mund të eskalon ndoshta edhe në probleme shoqërore nëse nuk miremi si duhet me të. Një lloj mosdurimi, si pasojë thash e rrethanave të shumta, është shumë i dukshëm. Nuk duhet shumë mund për ta vërtetuar këtë. Nëse njëri del në rrugë, në komunikacion, del me ble diçka, madje edhe një fjalë me thjesht me dikën e kupton se sa është niveli i tensionit fatkeqësisht prezent në shoqëri. Madje edhe kemi pa edhe në rrjetet sociale, në komente, njëri shpreh mendimin e tij apo çka do qoftë, vërshojnë komentet shumëta ku realisht kërkohet edhe eliminimi, vrasja, shpifje nga më të ndryshmet, sa është tradhtar, është kështu e me radhë, që padyshim nuk janë shpërfaqje normale e të zakonshme të zakonit, traditës dhe besimit tonë. Ky mosdurim fatkeqësisht, ndërozur sikur që përmenda, po manifestohet në fusha të shumta. Madje edhe po prodhon efekte anësore negative që manifestohen në forma të ndryshme, në familje me shkurorizim. Ky mosdurim ka bërë që fatkeqësisht të përhapet shkurorizimi, për çështje banale, të thjeshta, për çështje që mund të tejkalojnë shumë thjesht, eskalon situata, rënohet familja, prishet jeta bashkëtorë
dhe mbeten fëmijët pa përkujdesje të mjaftueshme dhe pa ngrohtësi emocionale nga ana e prindve të tyre. Mere këtë në fshinësi, mere këtë në rrugë e kështu me radhë. Lëvizja me makinë në komunikacion nuk është bërë lehtë. Jo për faktin se ka shumë makina, po për shkak se ngasit e makinave janë shumë të ngarkuar, të tensionuar, madje nuk sheh asnjëherë ndoshta mundësi të mirë për dhënë përparësi dikujt. Ndoshta për një parkim të thjeshtë, ndoshta për një tejkalim të gabuar, tensionohet situata, kalon në rrahje, madje kemi pas edhe raste të vrasjes. Prandaj njëri pyetet a thu vallë, pse tër ky mosdurim? Pse tër ky tension? Pse gjithë ky problem? Pse nuk jemi më të qetë? Pse kaq të shqetësuar? Normal, njerëz mund të thonë po probleme të hoq, të lashet, ka mburqe, tjetri ka investime, tjetri ka shpenzime, ka argjime, dikush edhe arsyetohet edhe me situatën politike, apo çka po ndodh, po dim çka ka më ndodh. Ka arsye shumëta. Gjitha këto të ndërlozër mund të jenë shpjegim i mosdurimit, mund të jenë shpjegim i situatës, por jo arsyetimi i saj. Asnjëherë nuk mund të jetë arsyetimi i saj. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala ka pozimet e duhura, si duhet që të jemi më të përmbajtur, më të kujdesshëm dhe që të mirëkuptojmë gjendjen e tjetrit dhe të tejkarim situatën me qetësi e durim e jo konflikt, fjalosje apo edhe situata më të tensionuara, sikur që thash, rrahjet e pakuptimta, madje dhe vrasjet mizore mes njerëzve. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." Allahu tha, kur nuk mund të jenë të barabarta e mira dhe e keqja. Asnjë nuk mund të jetë njëjtë si sjellja e mirë dhe sjellja e keqe. Kur? Andaj, nëse sprovohesh me sjellje të keqe nga pala tjetër, çfarë tha Allahu azza? Idfa' billati hi ahsan. Ti largoje nga vetja e këtë sjellje, largoje nga vetja e konfliktin, largoje nga vetja e fjalosjen me atë që është më e mira e mundshme. Nuk tha me të mirën, po me më të mirën të mundshme, përzgjedhë rrugën më të lehtë, fjalën më të mirë, sjelljen më dur, që ta evitosh çfarëdo konflikt apo fjalosje që mund të fillon familje e të përfundon në rrugë apo në punë apo kudo qoftë. Të ndërozër, një njeri erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe tha: "Ya Rasulullah, ausini, o i dërguari i Allahut, më porosit, më jap disa porosi." Madje kjo mund të ishte edhe takimi i fundit i tij me Muhamedit alayhi salatu wasalam. A thua vallë, çfarë porosie do t'i japte pejgamberi alayhi salatu wasalam? Një porosi me drejt shumë përmbledhëse, domethënëse të rëndësishme për jetën e tij. Pejgamberi nuk e zgjati në këshill, nuk e zgjati në ligjërim, po çfarë tha? La taghdab. Tha, ruaju nga shpërthimi i hidhrimit. Njëri hidhnohet është normale. Nuk kërkojmë që të jemi melaçe, po kërkojmë që ta menaxhojmë hidhrimin dhe mllëfin, dhe jo të shpërthejmë. Andaj e qortuar është kur njëri shpërthen nga hidhrimi i tij, nga mllëfi, nga tensioni dhe në shpërthim pastaj bën veprime të pahishme, madje edhe bën sjellje që mund të kenë pasojë të pariparueshme në raport me palën tjetër. Prandaj tha pejgamberi: "La taghdab." Mos shpërthen hidhrim. Tha tjetër i dërguari i Allahut, këtë kuptova. Tha prap pejgamberi: "Mos shpërthen hidhrim." La taghdab. Tha i dërguari i Allahut, e kuptova tjetër çfarë po më jap. Prap tha pejgamberi: "La taghdab." Mos shpërthen hidhrim. E mori këtë porosi dhe shkoi. Pse të ndrohet vëllazër? Nëse njeriu që është i aftë me udhëheq vetën e tij, ai që është i aftë të jetë i përmbatur në situata të provokimit, çfarë do qoftë ai, do të jetë i aftë me udhëheq gjithçka në jetën e tij. Nga se situata më e rëndë është ta përmbash vetën situata të provokimit, që mund ta kthesh, mund të bësh probleme, por për hatër të Zotit xhallahu e gëlltit hidhnimin dhe e përmbledh mllëfin brenda vetes tënde. Allahu xhallahu ala kur i ka lavdruar njerëz të mirë, devotshëm, kur i ka lavdruar Allahu besimtarët, kur i ka përmendur Allahu xhallahu ala banorët e xhenetit, të ndërozër në kuadrat e cilësive që Allahu përmendi për ta, tha: "Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas." Kush janë banorët e xhenetit? Kush janë besimtarët e drejtë? Tha Allahu xhallahu ala, ata të cilët e përmbajnë vetën në situata të mllëfit dhe hidhrimit
dhe u afali njerëzve. Dhe u afali njerëzve, jo vetëm që nuk reagon, jo vetëm që nuk shpërthen, por nga vetë përmbajtja që e ka dhe nga cilësit që me to vepron dhe nga virtytet që përmes tyne sjelljen e tij të jashtme rregullon, ai është i gatshëm edhe me fal, është i gatshëm me të kalu dhe me e kthy situatën në normalitet, pothuajse nuk ka ndodhur asgjë. Prandaj të ndërlozur, me të vërtetë na duhet durimi shumë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk i është dhënë njeriu begati më e madhe se durimi. E ky durim përfshin këtë fushat e jetës, por unë po fokusohem kryesisht tek aspekti i raporteve tona ndërmjet vete, durim në edukimin e fëmijëve, durim në probleme bashkëtorë, durim në çfarë do fjalosja ndërvëllazërore, durim në çfarë do lloj konflikti apo mos pajtimi fqinjësor, durim në çfarë do lloj kontesti apo problemi shoqëror e kështu me radhë, nga se nëse edukata jonë është përmbledh në hidhrim dhe në shpërthim të hidhrimit dhe nuk dim ndryshe të reagojmë përveç se me fyrje, me sharje, me akuzë, me goditje, me rrahje e kështu me radhë, atëra thua vallë, çfarë karakteri përfaqësojmë ne? Atëra për çfarë besimi flasim ne? Të ndërlozur, një herë një njeri provokante në mos të madhe një nga dietarët e njohur, me fjalë të ulta banale, dhe ky qëndronte me injorim karshi tij, nuk merrej fare me të. Disa njerëz i thanë, e pse nuk po ja kthen? Pse s'po ja kthem? Pse me të s'po mirësh? Shikoj çka po thot për ty. Si ishte reagimi i këtij dietari? Çfarë tha? Shikoni sa bukur u përgjigj. Dhe kjo përgjigje nuk është ekskluzive për njerëzit e dijes. Jo, kjo përgjigje duhet të jetë e çdo besimtari. Por ai e formuloi në kuadër të njerëzve të dijes, e tha, nëse do reagoja si ky, pse kum kërku dije pra? Pse kum dosh me koni i dijshëm, veç mos me koni këtë nivel, që nuk kupton se njerëzit e padijshëm, ignorant, janë ata që janë eksploziv, janë shpërthyes, janë ata që nuk mund t'i përmbajnë emocionet e tyre dhe e shpërthejnë në nervozizëm, në fjalë të rënda e kështu me radhë. Ndërsa ai që ka dije, po edhe për te i kësaj, më të përgjithshme po e përmeni, jo vetëm dije, ai që ka besim në Allahun xhallahu ala dhe e din se gëlltitja çfarë do lloj hidhrimi apo shpërthimi dhe mirëmbajtja e situatës në kontroll, nënkupton dominim të besimit e jo të inatit të epshit. Nënkupton frikë ndaj Allahut azza wa jall, nënkupton shpresë në shpëlim tek Allahu xhallahu ala. E kjo për besimtarin është më e madhe se çfarë do reagimi tjetër që mund ta shpërthan apo tensionon situatën në mënyra të ndryshme që disa nga ato i përmenda. Të ndërru vëllezër, e kemi për obligim të ruajmë njëri tjetrin. E kemi për obligim të kujdesim për njëri tjetrin. Dhe ky obligim buron nga feja jon, nga besimi jon. Ky obligim buron nga veni jon, nga sakrifica jon, nga ardhmja jon, nga sfidat e problemet që me to ballafaqohemi. Nëse këto sfida dhe ballafaqime nuk i tejkalojmë me dashamirësi, me unitet, me dashni, por i tejkalojmë me konflikt, me tensione, me sharje, akuza, ato do të rriten, ato do të bëjnë edhe ma problematike, edhe ma pengesa, që jeta do të komplikohet e vërgjesohet edhe më tepër, e kush e di ku do të na shpije situata, Allahu na ruaj. Prandaj, më tepër durim, më shumë respekt për një tjetrin, më tepër përparësi, edhe në komunikacion dhe ku do qoftë tjetër, më tepër mirë kuptim për situatat e njerëzve që mund të jenë ndoshta të nervozuar për çfarë do qoftë tjetër, të jemi ata që qetësojmë situata e nuk tensionojmë. Të jemi ata që ulim tensionet e jo ndezim dhe dhezim situatat për tension, konflikt apo çka do qoftë tjetër. Të jemi ata që pajtojmë e jo ata që prishim, nga se kështu na mëson besimi, kështu na mëson Allahu xhalla xhelaluhu. E ai që është i ktill, padyshim se shpërlim për të është xheneti Allahut azza wa jall. Allah na ruaj nga çfarë lloj konflikti, problemi. Allah na durim që me qetësi edhe vetë përmbajtje ti të kalojmë të gjitha pengesat, problemet, tensionet që mund të ballafaqojmë tonë jetën e përditshme. Le të jetë frymëzim për neve dhe le të jetë inkurajim për neve. Mësimi i Allahut te barekuhu teala, inkurajimi hyjnor për këtë, por edhe figura e pejgamberit alayhi salatu wasallam i cili duroi, i cili ishte i vetë përmbajtur, nuk u hakmer asnjëherë
në jetën e tij, për vetën e tij, apo për diçka që atij kishte ndodhur personalisht, asnjëherë. Dhe maksimumi që bëri ishte ajo që padyshim mbeti e regjistruar në historinë e njerëzimit, ditën kur hiri në Mekë e tha: "Idhhabu fa antum tulaqa." Shkoni ka doni se jeni të lirë. Nuk ka hakmarrje sot. E çliroi Mekën e armiqtë e tij të gjynzuar para tij. Ata që e kishin luftuar për plot 20 vite, duke shpifur për te, duke dëbuar nga vendi i tij, duke privuar nga edheta elementare, nga pasuria e kështu me radhë, megjithatë ishin populli i tij, ishin gjaku i tij. Andaj nuk u hakmar. Nuk mori hak për këtë. Nuk i nënçmoi për buzi publikisht, por u tha: "Shkoni, jeni të lirë." Prandaj edhe e dashën pejgamberin son. Prandaj edhe besuan te, nga se tek ai gjetën vlerat që ju duhen njerëzve. Tek ai gjetën atë që më të vërtet përfaqësonte atë njeriu e kompletuar si duhet me udhëzimet e Allahut xhallahu ala dhe si një shembull i dur, jo vetëm për kohën kur jetoj, por për gjitha kohrat, në veçantë për kohën tonë. Allahu na mbrojë nga çdo e keqe, dashur Allah që të mbërton mesin tonë dashnia, respektin, familjet tona në shoqëri e kudo që jemi. Kërkoni falin nga Allahu, nga sa Allahu është falës. Dhe është mëshiruar se kulu qauli hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të ndërozër, këto tensione që thash, ky mosdurim, madje edhe gjërat më thjeshta në komunikacion e kudo qoftë tjetër, duhet që t'i trajtojmë me urtësi dhe përmes udhëzimeve të besimit. Kur unë në këtë të ndërozër vëllezër e kërkoj nga vetja ime fillimisht, e nga gjithë ju, kjo nuk më kupton se e kërkuar që t'jemi të dobët, t'jemi naiv, të pranim të nënçmohemi. Jo, por është e kundërta. Ai që është i durueshëm, ai që tenton me evitu çfarë do eskalimit e situatës me vllaun e vet, me kujshin e vet, me gjakun e vet, padyshim se ky është njëri mençur dhe i urtë. Letë është me rënë konflikt. Wallahi si dët nga xhamia, shumë letë është me 10 njerëz të konfliktuesh. Shumë letë është. Një po të pajtash e qetësosh zemra, e ulësh tensione, e këtu është ajo që përbën sekretin e pjekurisë së njeriut dhe formimit e tij të duhur. Prandaj të ndërmozë, kjo thirrje është për pajtim shoqëror. Kjo thirrje është për vllaznillok. Kjo thirrje është për shpërfaqje të vlerave tona, të kulturës tonë, të besimit tonë. E asëse nuk është thirrje për dobësi, e nënçmim e përbuzje. Asnjëherë, nga se ai që tenton bashkimin vllaznor, uljes së tensioneve, largimit të konflikteve kështu me radhë, ai që tenton kësaj t'ia jap emrin e nënçmimit e përbuzjes, është shejtani mallkuar. Ndërsa Allahu kësaj i tha ndryshe, sikur që i përmend disa nga hadithet e pejgamberit dhe fjalët e Allahut xhallahu ala. Dhe mjafton në përmbyllje të ndërozë. Mjafton një hadith që e kemi përmendur me 10 herë, por që duhet të shndërrohet në një burim të jetës tonë, të shndërrohet në një parollë të jetës tonë, që kado që të sillemi e shohim këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe në bazë të këtij hadithi e organizojmë jetën tonë, i rregullojmë ndjenjat tona, i rregullojmë tensionet tona dhe i përcaktojmë pastaj në bazë të këtij hadithi edhe sjelljet tona, komunikimin tonë, dhe reagimin tonë me të tjerët. Çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wasallam? Tha Muhamedi alayhi salatu wasallam: "El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Pik. Tha musliman, besimtar i drejt. Musliman është kush? Ai i cili të tjerët janë të sigurt nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Sigurt. Nuk prek në pasurinë e huaj, nuk prek në nderin e huaj, nuk prek në fytyrën e vllaut të tij me goditje e larg asaj, nuk prek në revolën e tij për të gjakos vllaun e tij, nuk prek, nga sa të tjerët janë të sigurt për tij. Sigurt. Besimi ofron siguri. Dhe jo vetëm nga dora e tij, janë sigurt nga gjuha e tij, nuk lëndon. Të ndërozër, pse dikush të ka lëndu
nuk nënkupton se duhesh tash ti me lëndu të tjerët. Nëse dikush të ka ofendu, nuk nënkupton se ti duhesh me ofendu të tjerët. Të sigurt janë të tjerë nga gjuha e besimtarit, nga shpifja, nga akuza, nga bartja e fjalëve, nga përgojimi, nga lëndimi, nga çfarë do lloj forme e nënçmimit, talljes, përbuzjes që mund t'ja shkaktojmë tjetrit përmes gjuhës tonë. Besimtari është elegant, është zotni në sjelljen e tij, në fjalën e tij, në komunikimin me tij, nga se ai bart me të vërtet vlerat të mëdha të besimit, që e bëjnë të këtill, prandaj të reflektojmë mbi bazën e besimit tonë, të rregullojmë sjelljen tonë mbi bazën e besimit, jo mbi bazën e punëve të tjerëve. Mos lejo kurrë që sjellja e dikujt me e përcaktuar sjelljen tënde, që niveli i dikujt me e përcaktuar nivelin tënd. Përcaktoj sjelljen tënde mbi bazën e vlerave që ke besuar to, mbi bazën e besimit që e ke. Përcaktoj nivelin që ti mendon se duhesh me qenë vlerësuar mbi bazën e besimit tënd, jo mbi bazën e nivelit që të tërheq dikush në banalitet, që të mirësh me punë të kota e fjalë të dyta. Ruaje veten tënde. Prandaj ne jemi të atill që në emër të besimit, të islamit, të udhëzimit të Muhamedit alayhis salatu wasalam, përhapim siguri mes vete. Sigurt nga dora jon, nga gjuha jon, dhe jemi së bashku mbrojtës të sigurisë kundër çdo kujt që synon me na e rënu dhe cenu sigurinë tonë të çfarë do niveli dhe të çfarë do lloji të sigurisë. Allahu na bëf të sigurt në shtëpitë tona, të sigurt në lagjet tona, në qytetin tonë, në vendin tonë. Dhe është Allah që jemi të sigurt në pasurinë tonë, në nderin tonë, në dinjitetin tonë, në karakterin tonë, në jetën tonë, në pasurinë tonë, të sigurt nga çfarë lloji keqpërdrimi individual apo nga ana të tjerëve. Allah na ruaj vendin tonë, na ruaj shoqërinë tonë, Allah na ruaj rinin tonë, na mbrojt nga çdo e keqe. Dhe është Allahu që tensionet të ulën, të mbretënon logjika, arsyeja, besimi, vëllazëria mes nesh. Andaj ta manifestojmë këtë dashni e këtë respekt në familjet tona, në fqinësinë tonë, në komunikacionin tonë, në shqiptlerjet tona, në punën tonë, në raportet mes nënpunësve dhe punëmarrësve, kështu me radhë, kudo qofshim, timi nga ata që reflektojmë, sikur që thash, me mësimet e Muhamedit alayhis salatu wasalam, dhe e dojmë, respektojmë dhe e ndihmojmë njëri tjetrin, e jo ta bëjmë të kundërta. Allahu i shëroft të smurit tanë, ja u lehtësot Allahu dhimbjet e mundimet, dhe Allahu ja lehtësot familjarë për kujdesin për ta. Allahu e ndihmoj çdo kë që është në telashe e në probleme, u amënsot Allahu borçlive me i kthy borxhet, u amënsot Allahu të pikëlluarve ta largojnë pikëllimin e problemin e telashe që kanë. Allahu në që të zbret pajtim e dashnin e familje tona, dhe ti mëshiroj Allahu të vdekurit tanë e të na bashkon me ta së bashku në xhenet. Inna Allahi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.